profesor, një barazim duket I ke qartur nga ana juve sot për Dinamos. Po, megjithatë kemi dominu majtin e topit. Normalisht na mungoi goli. Në pjesën e parë bëm disa gabime që ku ja fal me topin Dinamos që na rrezikoi, mundohet na kishte shënu. Nuk ishim aty ku ne jemi mësuar me kanë, po gjithatë humbë shumë raste, edhe në pjesën e parë edhe në pjesën e dytë, kështu që më vjen keq me 2 pikë sot, po ecim parë. Profesor, çfarë nuk shohim në vllazninë se ndoshta një vllazninë agresive siç e kemi parë në ndeshjet e tjera. Jo, neshjeve po I vjen fundi, jemi në fund kampionatit, normalisht që nuk mundesh me kanë ton kohën njësoj, nuk mundesh me luajt ton kohën me një ritëm. Ke ekipe që duhet të jesh edhe më I kujdesshëm, nuk duhet presiosh shumë lart. Presum, nuk ka se nuk presum, që ose kena fitu 2-0 në Tiranë, kena dhe ma të në fazën defensive, sot presum nëll, nuk kishim atë agresivitetin maksimal që kena pas në neshjet tjera, po gjithsesi bëmi neshjet mirë, bëmi neshjet jo ashtu thosh si që na mësu më përpara, po humbë me raste, po duhet ta fitosh shumë neshjet. 3 ndeshje bashkënuar, profesor, ju shqetëson? Po kemi humbë shumë raste, edhe sot kemi dalë, sidomos atë që kena bërë në stërvitje, e kemi bërë edhe sot, kemi kërku me sulmu Dinamon, si në krahun e majtë, si në krahun e djathtë mbrojtjes tyne, në krahun e djathtë me malen sulmum shumë, Miagoja nuk ka atë freskinë e duhur, edhe nuk ishte në atë ditë të tjera të mira. Muala u mundu shumë, po duhet të ishte më I qetë të pas I fundit, që të kishim mundësi të shënoni. Mund të them kena shku mirë deri te kota kundërshtare, aty kur duhet jemi më të qetë, aty kur duhet jemi më të pjekur, aty gabum, kështu që e lëm 2 pikë sot. Rikthehet Burishta, por mungon Kastrati, sigur pati sinjale pozitive për Kastratin. Po, vazhdojnë me kanë sinjale pozitive, ne nuk është ashtu siç e kemi prit që do të hyjë në operacion, megjithatë doktorat unë kam ndjem që ka një moshë, një maturi, ma e baj personin ma tepër se sa ekipet e tjera.